Erkan Qerimaj, kampioni i botës dhe Europës në peshngritje, i ftuar në Ora Sport, solli dhe njëherë në vëmendje episodin në kampionatin evropian në Gjeorgji, ku ati u mohua medalja nga Juria. Ai tha se ishte e çuditshme dhe mos reagimi i drejtuesve të Federatës Shqiptare të Peshngritjes për këtë rast. Në momentin që ne u fut me nxemje, kjo nuk ndodh me asnjë ekip në Europë, asnjë ekip në botë, që presidenti të marrë rolin e trajnerit, do të nxjerrë jashtë trajnerat. Dhe më thanë edhe këtë ndodhi me federatën tonë, që presidenti me rolin e trajnerit dhe nxjerrë trajnerat jashtë. Atë që ishte prezente dhe dy tjerë që ishin në tribunë. Pra ato që vinë me lekë të taksapaguesve shqiptar, kampionat evropian, shohin ndeshjen nga tribuna, siç po të ndodhet te futbolli. Ta krahasojmë siç shkoi dukat të nxjerrë Silvinion jashtë dhe futet vetë trajner, domethënë që është pa imagjinueshme kjo. Stafi i trajnerit bëri një challenge dhe tu rikthete prova. Okej. Por stafi mungojte sepse stafi ishte tek tifozat. Ishte dal, po. Dhe challenge nuk u bën dhe ajo medalja ju hoqë vetëm Shqipërisë, mua që edhe mua. Sportisti ngriti dyshime dhe për menaxhimin e fondeve, për të cilin u shpreh se prej kohësh kërkon një audit brenda institucionit. Kam ngret disa problematike po ashtu në takimet që kam pasur edhe me ministrin, domethënë përveç auditimit që kam kërkuar që këto fonde që vinë të kontrollohet, plus kur bëhen kampionatet evropiane dhe botëror që ne kemi zhvilluar që trumbetohet më të madh, po bën kampionat evropian, po bën kampionat botëror, po ato fondet e sponsorizimeve dhe çdo gjë, a investohen te këto ekipe që ne të prodhojmë prap sportista apo do përdoren vetëm për qëllimet personale të drejtuesve. Dhe kam pa të arsyeshme që ti ngrej, duke pa që unë jam një nga ato sportista që kam ngretë problematikat e vendimeve dhe ligjeve që tashme janë ndryshuar dhe janë përmirësuar. I pyetur nëse Qerimaj ka ambicie që në të ardhmen të drejtoj Federatën e Peshngritjes dha këtë përgjigje. Në të ardhmen nuk është se vetëm pozitive ka që të jetë një sportist që qënë flamurin, që qënë domethënë edhe federatat e tjera që kanë rinovu, sportista i kanë marrë, që kanë qu flamurin edhe i kanë bërë më mirë se ato duke filluar nga Munja. Patjetër që kjo është pak po e sigurt. E ka qenë në nivel më të lartë. Izmir Smajli, sportisti ka qenë në nivel më të lartë. Ne më duket sikur do jemi të fundit, siç ndryshoi edhe komunizmi në Shqipëri në fund.